Këto janë pamjet që ofron sot pazari i ri në Tiranë, aty ku tregtohen produktet ushqimore, fruta perime dhe produkte të mishit dhe bulmetit. Në këto nivele alarmante të ndotjes dhe mungesës së kushteve, zyra për mbrojtjen e konsumatorëve ka shprehur her pas here shqetësimin për rrezikun e lartë që paraqet ky treg. Edhe vetë qytetarët e pranishëm e konfirmojnë këtë rrezik. Të shqetësuar jam se të marrësh diçka këtu në rrugë. S'është normale. Plas unë tani nuk e di. Se sa kuptojnë gjithë njerëzit, a kupton? Ose ma vetë shikohet kushtet si që kushtet janë. Me shpresojmë. Shumë kanë premtuar, inshallah realizojnë. Projekti i ri i Bashkisë së Kryeqytetit mendohet i vi në ndihmë gjendjes skandaloze të tregut në pazarin e ri, që përbën edhe një pjesë historike të qytetit të Tiranës. Ai synon ta shndrojë atë në një pedonale. Por ky projekt pas u lançua nga Erion Velia ju pasua me një reagim nga ish drejtues të Bashkisë së Tiranës, të cilët thanë se projekti ishte në sirtar. Por për te i betejës politike për përkatësinë e projekteve, pazari i ri vendosur në zemër të kryeqytetit kërkon ndërhyrje urgjente.